Ndaj ti, kam kënaqësinë të kem të ftuar ish prokurorin Ervin Karanja. Karanja, faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio live si gjithmonë. Ndalemi te ky vendim i ditës sotme nga apeli i posaçëm, si do duk fillimisht për zotin Melia që e la në arrest. Konstatojmë që ishte një rast i veçantë sepse prokuroria Spaku paraqiti disa prova të reja në seancën e djeshme që prite vendimi dje dhe vendimi u shty e pardjeshme kur ishte seanca. Dhe nga të dhënat që kemi parë në media, ka rezultuar që është përgjuar Erion Velia në qelin ku ishte dhe mund të jetë përgjuar dhe telefonin. Pra kemi të bëjmë me një përgjim midis familjarëve dhe Erion Velia. Midis tjetër që lieshin porosi për me, çfarë kemi gjuar në media, për me bërë shkrime në media ose për me bërë mbrojtje në media. Ndaj prokurorit. Tani, në rastin konkret, duhet, nëse media është bërë dhe vëzhgim për punojësit e mediave, është një gabim shumë i madh. Sepse media nuk mund të përgjohet, sepse media është diçka e hapur. Pra çdo porosi e zëm se është lënë nga Velia, del hapur se ç'a del. Për shembull neve kemi emisione këtu del qartë se çfarë po flasim. Ka link, ka. Po ka link. Dhe kështu thuhet që në dosje janë marrë të gjitha ato linqe që janë postuar në adresat e mediave, pra në adresat e internetit dhe janë marrë janë futur në dosje. Mendoj që flitet se nuk e dim. Media domethënë nuk është mirë që të hetohet. Domethënë jemi dakord domethënë që prokurori i çështjes mund të jetë intimiduar nga këto shkrime, siç u shpreh dhe avokati mbrojtës i tij. Por në Shqipëri ka edhe prokurorë të tjerë, biles edhe aty në Spak kemi prokurorë, të cilët janë kërcënuar me familje, janë në detyrë sot dhe kur vjen puna nuk kanë thonë asnjë lloj fjale. Pra domethënë nuk ka dalë ky fakt. Pra sepse prokurori në vetvete është duke cënuar interesat dhe lirinë e tjetrit, normal do ketë dhe kundër reagim. Edhe krimi organizuar, madje nga krimi i organizuar është kërcënuar dhe familja një prokurori nuk po e përmerr emrin, por kjo nuk ka dalë media. Kemi dhe rastin e ish prokurorit Arjan Doja, ai u godit me Kalashnikov që u godit pavarësisht rrethanave, ishte prokuror në detyrë dhe nuk është anku me asnjë lloj veni që tankohet që ndodhe kjo. Megjithatë, në parim unë dhe në fillim që herën para disa herëve që isha u ftuara tek ju, kam thënë që zoti Velia duhet ta bëjë mbrojtjen nëpërmjet mjeteve juridike. Para se kalojmë atje, patjetër. Diskutohet kjo dhe jemi dakord. Po akuzat që ka bërë zoti Berisha dhe mediat pranë tij, janë intimidim i prokurorit sepse pak a shumë kjo është fabula që ka dalë nga Spak, nuk e dim akoma të saktë. Po, prandaj pra të thash sepse varet nga prokurori. Pra prokurori tjetër që u godit me Kalashnikov, ai bit që ka burrë, po është që ka burrë që as është anku me asnjë lloj veni. Pra edhe mediat kanë shkruajtur, ai nuk ka fol. Varet nga prokurori është personale. Ke prokuror tjetër. Varet nga ndjeshmëria e prokurorit. Varet pra, ky është prokuror sensitiv, në kuptimin që e ndjen kuptimin e kësaj dhe ne nuk mund t'i themi tjetrit, ai është djeri intimiduar. Dhe ky ka qenë dhe një nga shkaqet, mendoj unë, që është caktuar edhe kjo mas sigurimit. Domethënë, thash edhe një herë, Velia duhet të ndiqte mbrojtje tjetër, s'duhet ndiqte kjo, sepse varet nga lloji i prokurorit. Pra ke prokurorë që janë kërcënuar me familjen, neve nuk e dim. Por rastin fjalë, për mendimin tim, Olsdado prej Velias rron 150 vjet, domethënë nga kërcënimi i Velias, domethënë. Megjithatë ai është prekur, domethënë është ana subjektive e vet prokurorit. Ka një lloj viktimizimi nga prokurori, mund ta themi dot. Kemi ngacmim, unë viktimizim nuk mund ta them. Varet nga prokurori. Nëse prokurori këtë është vetë personi, sepse dhe unë po të fyre, varet nga personi, këtë quhen fyre dhe intimidim, ne do ta marrim të mirëqen që është i intimiduar. Po nëse janë përgjuar mediat, është normale? Përgjimi mediave, sepse në rastin konkret e marrim teorikisht. Erion Velia nga burgu i thot media shpifnin ndaj prokurorit e ndaj personave të tjerë. Nuk mund të bëhet në përgjim dhe në vëzhgim për shpifje. Kupton, bëhet për shpifje dhe fyrje. Është neni 318 i kodit penal, i cili parashikon në mënyrë të qartë, domethënë masën e dënimit të shkundravajtje penale. Pra nuk mund të jetë në një vepër e rëndë. Për shembull kur mund të jetë një pronar medias ose edhe media që kanë me krim të organizuar me vepra të rënda. Po për këtë rast, domethënë nuk është lloji veprës penale që mund të marret media në vëzhgim. Edhe po ta marrim teorikisht, i ka dhënë urdhër, ose i ka kërkuar porosi, i ka lënë porosi. Dhe mendoj që për fyre dhe shpifje nuk ka vend, sepse janë kushtet e neni 221 ku mund të jetë në përgjim. Sepse vetë në përgjim dhe vëzhgim, kur duhet vepra penale të ketë një marshë caktuar që është e parashikuar, se është gjotë teknike,
dhe marrë në vëzhgim për me zbuli prove që lidhen me veprën penale. Prap, unë, pavarësisht se, prokurori është njëri intimiduar, unë jam me atë që të thush, nuk duhet ndodhë kjo. Prokurori nuk duhet linte të bëjë punën e tij. Duhet bënte punën e tij dhe mbrojtja procedurale duhet të ishte në gjykat, ose domethënë dhe në gjykat edhe gjatë hetimit paraprak me memo dhe me kërkesa. Ka ndodhur kjo fyrje ose shpifje, si mund të jetë, dhe është vepër e tillë, se nëse domethënë është, sepse mund të ketë edhe të vërteta në studio, të marrim edhe tjetrën. Mund të kenë dalë edhe problemet të vërteta, pra që do verifikohen. Karanja, megjithatë, ndalemi pak te procesi në procedurë, sa mund të shtrihet në kohë tashmë? Pra, si është procesi? Çfarë bën zoti Velia nga ky moment e sipër? Mbrojtja e tij, flasim gjithmonë, ligjërisht. Tani, këto është fazë hetimi. Është caktuar masa e sigurimit Arresëmburg, e cili sa zgjat masa e hetimit? Tani, masa e sigurimit, normalisht, jo vetëm prokuria e Spagut, por gjithë prokuritë e Shqipërisë, kur është çështja me të arrestuar, kanë prioritet mbaroj çështja sa më shpejt. Pra që të eci dhe të mbaroj. Afate paraburgimi janë nenin 263 të kodit procedurës penale, që sa më është hetimi,